Në sallën e bibliotekës së qytetit të Lushnjës, këtë të shtunë, Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve Lushnjë zhvilloi edicionin e dytë të konkursit të poezisë Ngjyra në vargje. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 45 poetë, mes tyre dhe të rinj, të cilët interpretuan dhe recituan krijimet e tyre poetike. Në këtë aktivitet, pjesëmarrësit ishin nga Fieri, Berati, Lushnja, Rogozhina dhe Durrësi. Të ftuar special në aktivitet ishin dhe përfaqësues nga Kosova, mes tyre profesor doktor Shuquri Galica, mësuesja e letërsisë Arbëreshe Klementina, kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë Ajbi Lushi, si dhe përfaqësuesi i shtypshkronjës Shpresa Print Landro Xhafa. Kryetaria e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve Lushnjë Emine Boriçi, së bashku me sekretaren Elona Hekurani Tabaku, vlerësuan pjesëmarrjen dhe nivelin artistik të poetëve. Të gjitha poezitë pjesëmarrëse janë përmbledhur në librin Ngjyrat në vargje edicioni i dytë. Në fund të aktivitetit u ndan çmime për poetët fitues. Pjesë e aktivitetit ishte edhe kryetaria e Bashkisë së Lushnjës Riselda Sefa, e cila dorëzoi çmimin e parë për poeten nga Fieri. Kryetaria e Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Artistëve Emine Boriçi u shpreh për mikrofonin e televizionit Apollon se ky aktivitet mori një rëndësi të veçantë për promovimin e poezisë, penës dhe krijimtarisë së poetëve dhe shkrimtarëve shqiptar dhe lushnjar. Ju falenderoj për pjesën e intervistës. Ky eveniment shkoi shumë mirë. Është edicioni i dytë, që do thotë Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve Lushnjë mbajti fjalën e saj. Si kundër tek edicioni i parë, ne cituam që do formojmë traditën, dhe tradita u formua. Ky është edicioni i dytë. Të pranishëm patën Fierin, Durrësin, Vlorën, Rogozhinën, që do të thotë nuk kalojnë në çështje lokale, pra nuk konkursi organizua jashtë qytetit të Lushnjës, duke i hapur hapësinë e saj, që i dha mundësi dhe konkurrentëve të tjerë. Ajo që mua më pëlqeu dhe e kam shijuar në maksimum edhe pse kryetare e lidhjes, pash që çmimet ishin të shpërndara në bazë të meritës, jo në bazë të njohjes. Kjo vlen për të falendëruar pjesën e jurisë dhe shpëfaleminderit dhe juve. Si kryetare e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të qytetit të Lushnjës, tashmë do kishim një thirrje në lidhje me ata që shkruajnë apo me penën lushnjare për ta zgjuar më tej pjesëmarrjen në këtë organizat. Më pëlqen si pyetje. Ashtu si kundër ne kemi cituar që Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve Lushnjë e zgjeroi pjesën e aktivitetit, duke marrë pjesë edhe qytetet e tjera, ne nuk anashkaluam edhe bashkëshkruesit e rinj. Që do të thotë, çdo edicion do ketë risitë e veta. Risitë vlejnë për edicionet e ardhshme. Faleminderit juve. Dhe poetët e rinj u shprehën për këtë aktivitet, duke vlerësuar si tepër të veçantë për qytetin e Lushnjës. Mua nuk është hera e parë që marr pjesë në këtë aktivitet, pasi Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve Lushnjë fatmirësisht organizon shpeshherë aktivitete të tilla. Mund të them që ishte një aktivitet shumë i organizuar dhe fakti që fitova një çmim më bëri më të lumtur dhe më dha më inkurajim për të vazhduar dhe të marr pjesë në aktivitetet që kjo lidhje organizon. Është diçka pozitive, pjesëmarrjen pra detyrime në konkurse letrare, sepse në ditët e sotme ne do i kushtojmë shumë në rëndësi letërsisë, kulturës, traditës, sepse ajo është çka tregon dhe vetë kombin tonë. Dhe unë mendoj se këto aktivitete të organizuara sot, por edhe herët e tjera, ndihmojnë jashtëzakonisht. Kështu që ne falenderojmë jo vetëm lidhjen, unë personalisht falenderoj jo vetëm lidhjen e shkrimtarëve dhe kryetarin e bashkisë për realizimin e këtij aktiviteti, por edhe mësuesit e letërsisë kudo në Shqipëri, dhe sidomos mësuesit e timit letërsisë, mësuesë më i lindën. Sa po keni që ju merreni me poezinë dhe shkruani? Unë me të shkruar kam 2-3 vite, vitet e gjimnazit, sepse më ka ardhur një frymëzim për të shkruar, për të shprehur mendimet. Juria e këtij aktiviteti shpalli 6 fitues. Çmimin e parë mori poetja nga qyteti i Fierit, Aurora Damini. Ende dridhem, ende jam e emocionuar. Ishte një takim poetik mjaft i mrekullueshëm. Poezia në këtë rast nuk është vetëm tingull, por është edhe frym, është edhe kujtim, është edhe dritë që kalon nga zemra në zemër. Të them të drejtën, më befasoi serioziteti i organizatorëve të këtij takimi, dhe jo vetëm kaq, por edhe poetë nga treva të tjera. Por fati e deshi që çmimin e parë ka marrë qyteti i ngjitur me ju, qyteti i Fierit, dhe unë përfaqësova një pjesës, një emocion
të përditshmërisë të gjithë ne prindërve që i kemi fëmijët larg dhe i takojmë kaq rrallë dhe në ato momente përjetojmë vetëm pika lumturie, pikza lumturie. Tranziti i zemrës ishte poezia ime dhe ishte një takim real midis meje dhe vajzës në Madrid. Ai malli i nënës dhe i vajzës u mundova që ta ecë në vargje. Juria më vlerësoi me çmimin e parë, megjithëse dua të them që unë dëgjova mjaft poezi të mrekullueshme të vjetra poetëve, jo vetëm lushnjar, por edhe nga Durrësi dhe nga Kosova, nga treva të tjera, të cilat më pëlqyen jashtëmase dhe i vlerësoj për cilësinë e lartë të tyre. Në fund, kryetari i jurisë Xhemal Nexha u shpreh për këtë aktivitet dhe vlerësoi penën e poetëve pjesëmarrës në këtë edicion të dytë.